Gjakova ka nevojë për një kryetar të ri, si profesor Ardian Gola, i cili e don këtë qytet, që e njeh historinë e tij të lavdishme dhe që ka vizion për të ardhmen për ta zhvilluar këtë qytet. Gjakov e kemi bazën e Forcës Sigurisë Kosovës, në babajt Bokës i kemi nda edhe 4500 hektar për ta zgjeruar dhe modernizuar bazën ushtarake, e cila do t'i ketë edhe hangaret për fluturaket e Forcës Sigurisë Kosovës. Në Gjakov do t'i kemi hangaret për fluturaket e ushtrisë tonë. E ne në Gjakov po e sjellim bazën më të madhe ushtarake për FSK-n, hangaret për fluturake dhe fabrikën e municionit. Ne po e dëshmojmë konkretisht sa shumë i besojmë Gjakovës. Vetë vendosja beson në Gjakovën. Qeveria Republikës beson të Gjakovarët. Na besoni edhe ju neve dilën e na bëni Ardian Golën kryetar. E tash ju bashkangjitem thirrjes suaj, Gola e ftoi Ardianin kryetarin e ardhshëm të komunës Gjakovës që të më bashkangjitet këtë skenë dhe t'ju drejtohet me fjalimin kryesor përmbyllës në këtë kubim madhështor për të cilën u jemi përzemërsisht falënderues. Faleminderit shumë. Herë si vogël kjo sallë më dukej shumë e madhe, por po duket në fakt që është tepër e vogël për madhësinë dhe madhështinë e lëvizjes vetëvendosje. Gjakova ka nevojë për drejtim të ri, ka nevojë për qeverisje që dëgjon dhe jo që komandon, për bashkëpunim me qytetarët e jo për ndarje mes njerëzve. Janë zgjeruar rrugë, por janë të kurrur trotuare, e bicikletat si ajo e Bocës Mazlëm në Gjakov, që dikur jo vetëm që gjallëronin qytetin, por ishin edhe vetë identiteti i Gjakovës, janë në prag të zhdukjes për shkak të ndërtimeve kaotike, pa plan, pa koncept e pa vizion. Pra, ne s'jemi kundër zhvillimit, por jemi kundër zhvillimit pa plan e me korrupsion, sepse jemi pro zhvillimit me plan e pa korrupsion. Vetëm me numrin 105, ne mund të jemi bashk dhe vetëm bashk mund të punojmë marë dhe vetëm bashk mund të shkojmë nalt. Prandaj, vetëm me numrin 105, po e theksoj, vetëm me numrin 105 mund të bashkëfitojmë, bashkëfestojmë, bashkëqeverisim, edhe bashkëpërbarojmë. Gjakov të pofsha të prit e mora, edhe të pofsha duke shku gjithë një amanajt. Ju dua shumë gjithve, ju dua Gjakov, ju falemnderit shumë.